Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku jemi sot sërish me mua Tiron Alilin për të sjellur pranë jush ngjarjet më interesante që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Muret e shtëpisë së Big Brotherit, le të them, janë si muret e spitaleve që dëgjojnë trishtim, dëgjojnë dhimbje, shohin lumturi, shohin buzëqeshje, dëgjojnë histori që mbeten brenda këtyre mureve. Po të futemi në një logjik të ftohtë, është eksperienca më e bukur që mund ta kalojë një njeri, por edhe sfida më e madhe që një njeri mund t'i dhurojë vetes së tij duke sprovuar nervat. Dhe në këtë rast, historia e Gjestit është një histori që të dielën Gjesti do të merr trofeun botror. Të dielën Gjesti do të merr kupën botërore me qëndrimin e tij në shtëpinë e Big Brotherit 149 ditë. Mbrëm gjatë orëve të vona të natës, dalja e Eglit nga shtëpia e Gjestin e ka, si me thon, e ka dobësuar pak. Ai mundohet që të krijojë energji, ai mundohet që të krijojë pozitivitet, ai mundohet që të krijojë buzëqeshje, por kjo i merr pak më shumë kohë. Para prajmit, një natë konkretisht para prajmit, Gjesti ishte i shtrirë në verandë, ishte mbuluar me një qebe të lori kafes edhe po mendonte. Ndërsa mbrëm, po fliste me hënën. Artistët zakonisht janë aq shpirtunik sa që bëjnë ca vepra që ne na duken të paimagjinueshme, ne na duken të pa logjikshme, por realisht ka një lloj logjik me vete. Ndonjëherë njeriu ka nevojë të flasë dhe me veten e tij. Ndonjëherë njeriu nga ana e Gjestit, konkretisht kemi arritur të kuptojmë që Gjesti nuk i shpreh gjërat, nuk i tregon gjërat, nuk i tregon ndjesitë. Do të thënë, ndoshta jeta që ka kaluar, vështirësitë e jetës e kanë bërë atë që ai të gjitha situatat i mbajë mbyllur në vete dhe të mos i flet. Ndërsa përtej përballjes dhe betejës, ai të deli lumtur, të deli gëzuar dhe sikur shpirti i tij nuk është thyer asnjëherë, sikur shpirti i tij nuk ka patur rënje asnjëherë, sikur shpirti i tij nuk është mbërthyer asnjëherë nga emocionet negative. Është interesante kjo gjë në fakt për t'u bërë, është interesante për t'u komentuar, sepse Gjesti gjatë orëve të vona të natës, do me thënë kishte vajt ora 4 apo 3 mëngjesit, Gjesti po fliste me hënën dhe i drejtoi një puthje. Një puthje që kujt ja çoi këtë puthje? Disa mendsojnë që është Egli, por unë nuk do them që është Egli, por do them që është gjëja më e shtrenjtë në jetë. Familja. Arsyen Gjesti për të cilën ka hyrë në këtë Big Brother. Gjesti gjatë kohës kur në shtëpinë e Big Brotherit i erdhi motra e tij, i tha që unë do ta mbaj premtimin, do ta blej makinën. Ai flet për zonjën Sebahat, që unë uroj sa më shpejt të vi në Big Brother, të takoj të birin e saj, të cilin nuk e ka përqafuar 149 ditë dhe ta njohim, të prezantohet me publikun, na tregoj atë sekretin si ka arritur një çun kaq të mirë. Por në anën tjetër, Gjesti ka shumë mungesa shpirtërore dhe ka një qëllim fiks përse ka hyrë. Ai akoma nuk ka vajt në dhomën e rrëfimit për të treguar edhe copëza të tjera të jetës nga ato që dolën në Big Brother VIP Kosova. Nga ajo video që doli 8 minutëshe, ku Gjesti fliste për jetën e tij, ku Gjesti pastaj u masakrua me komente, ku Gjesti pastaj u padit, u denoncua etj, dole njerëz të cilët ças folën për Gjestin, por këto informacione kur nuk u treguan brenda në shtëpi. Do me thënë, Gjesti brenda vetes së tij mban një shpirt shumë të dhimbësur. Të gjithë duam ta dimë nëse ai do të vazhdon me Eglin kur do të del, por ai siç duket me Eglin ka mbyllur më krejtësisht të kapitull, sepse ai dëshiron që këtë çmimin e madh t'i adhuroj familjes së tij dhe të vazhdoj të ndjekë një ëndër të vetme që ka. Dhe ëndra e Gjestit është muzika.
ëndra e gjestit është arti, ëndra e gjestit është videoklipi interesant, i çuditshëm që vetëm ai me gjestet e tij a di ta bëj. Ndalova te ky moment sepse gjesti është i vetmi që në dhomën e rrëfimit, apo të paktën kur nominon, apo të paktën kur bën të një veprim, nuk pyetën se si janë familja ime. Jo se ai nuk i do, jo se ai nuk i ndjen, jo se ai nuk i respekton, se nuk ka fëmijë që nuk e do familjen, pa marrë parasysh se çfarë etapa jete mund të kesh kaluar, por gjesti ka një natyrë që në shpirtin e tij po mbyllen shumë gjëra dhe ka një qëllim të vetëm për të cilin do të arrijë. Dhe qëllimi i vetëm i gjestit është suksesi dhe realizimi i një ëndre të vetme dhe të siguroj jetën e tij. Andaj po përballon gjithçka, andaj po bën lloj-lloj situatash për të arritur qëllimin e tij. Mënyra se si gjesti e puthi hënën ishte një mënyrë shumë e sinqertë që kjo hëna këtë puthjen do ta çojë kudo ku shpirti i tij do, ku njerëzit që ai ka me zemër frymojnë, ku njerëzit që ai ka me shpirt jetojnë dhe bën vepra të bukura dhe unike. Unë do kisha dashur që gjesti edhe pak ditë, edhe pak kohë të mos humte energjinë e tij, do na mungojnë këto momente, ashtu siç na mungojnë sot edhe momentet e Luizit, do na mungojnë këto ngjarje, këto detaje, këto situata, por gjithsesi gjesti na ka dhënë momente fantastike në Big Brother dhe po përjetojmë nga ana e tij çaste të mrekullueshme.